nuk kemi qenë pretendent për titull kampioni, mirë po me faktin që liga jonë ka 10 ekipe edhe 5 ekipet e fundit dhe këto 5 lartë që janë shumë afër Evropës dhe shumë robës nga Superliga. Prandaj neve na u dha rasti sepse patëm, siç e thatë edhe vetë, një performancë shumë të mirë dhe grumbullum goxha shumë pikë. Edhe në fakt ne nuk kemi humbë shpresat për Evropë, sepse kemi 2 ndeshje, një kemi me Dugaxhinin në javën e ardhshme dhe një kemi me Gjilanën e Ferizat. Prandaj ne jemi ende në garë për Evropën edhe do të luftojmë deri në fund për këtë punë. Mirë po, kjo që na ndodhi nuk është dashme në ndodhë kjo të arbitrat, sepse vërtet e kemi merituar atë ditë ndeshjen, me siguri e keni pa dhe jo, është luftu për çdo top, në çdo minutë, në çdo sekondë është luftu nga djeton, edhe kemi arritur që të shënojmë gol dhe deri në minutën e 86 dikon, do të thonë kur është barazuar rezultati për asaj penalltie. Prandaj e kemi prit shumë rënd atë situatë. Dëshpërim nuk ka te na, sepse na matematikisht kemi siguru mbetjen në Super League. Më thon drejtën, më pas thon dikush më herët që 3 gjiro ose 4 gjiro para përfundimit të kampionatit ju keni me siguru Super League-ën. Kom pak e pabetueshme, tash me fol realitetin. Mirë po, fal punës të mirë edhe të grupit djemve të lojtarëve edhe stafit teknik, ne arritëm që të kemi grumbullimin e pikëve, thuaj se maksimum që të mirë. Në fillim të edicionit, zotja Abasi, shumë kush ndoshta ju ka cilësuar edhe si një nga pretendentët për të rënë nga liga. E kanë thënë nga kundërshtarët e juaj në Super League. Po, është e vërtet Lorek, kjo është ndiku nga disa, ne nuk kemi fol shumë vërtet, kemi punu shumë, mirë po të na ka qenë interesant që ne grupin që e kemi pas në ligën e parë, shumica e grupit kanë qenë të gjithë në Super League. Prandaj edhe në transfermarketin cilin është publiku në ekipa jonë, domethënë çmimet e lojtarëve kanë qenë në nivelin shumë të ulët, sepse nuk janë update, nuk janë bë update, domethënë çmimet, vlerat e tyre. Edhe në bazë aty në vlerave si duket edhe amor, edhe vlera e ekipës në përgjithësi, amor se vlera e ekipës edhe gjithë dyqysh e kanë pas një farë mosbesimi te ekipa jonë, mirë po unë prej fillimit e kam ditë që këta djem kanë me dalë për smari, sepse po bëhet viti 3 që janë së bashku, shumica e ekipës, boshti e ekipës është viti 3 që po luajnë së bashku edhe nifën shumë mirë mes veti. Na sezonën e parë nuk e patëm mirë, sepse patëm mungesa disa lojtarëve në pika kyçe, mirë po me kërkesën e trajnerit, atëherë jemi angazhuar me drejtorin edhe kemi sjellë domethënë disa lojtarë në ato pika, sidomos në defanziv, ku kemi pas probleme të shumta në sezonën e parë dhe aty kemi sanuar ato probleme edhe me sfushën. Kështu që në sezonën e dytë ne kemi pranuar shumë gola dhe shumë më pak gola, edhe kemi jesë shumë më mirë, sepse ekipa edhe fatmirësisht to përforcime që na erdhën u inkorporuan shumë mirë në grupin e ri që erdhën, edhe u pritën shumë mirë nga lojtarët tanë aty dhe u bën një grup shumë i mirë dhe kanë performuar shumë mirë. Kjo është arsyeja, do të thonë, atmosferën e kemi pas fenomenale. Mund me thonë që s'kemi pas nështë shumë cilësi brenda ekipit, sikurse që është pretendu për ekipe tjera që kanë shumë cilësi mbrana, mirë po më duket që ne kemi pas shumë atmosferë për mbrana grupit edhe shumë punë mbrana grupit. Prandaj edhe kemi pas rezultatet e mira në secilën ndeshje që kemi hyrë, domethënë për mbrana kemi fituar të gjitha ndeshjet, ndërsa edhe jashtë kemi arritur të marrim fitore dhe barazime. Kështu që kjo ka qenë ajo mund qelësi suksesi, domethënë